Brigjet e Adriatikut. Në një tokë ku malet ngrihen si kështjella natyrore dhe lumenjt gjarpërojnë përmes luginave të lashta. Ekzistoi dikur një mbretëri e fuqishme, e quajtur Iliri. Aty ku sot rre zemra e trojeve shqiptare, qindra vite para epokës sonë, sundoi një burr që historia e ka njohur si mbreti Gent. Ai ishte sundimtari i fundit i Ilirisë, një mbret që qëndroi deri në çastin e fundit përbalë perandorisë më të fuqishme të lashtësisë, Romës. Historia e tij është historia e një epoke që ndryshoi gjithçka, e një populli që mbijetoi, e një mbreti që nuk u përkul, edhe kur gjithçka ishte kundër tij. Genti, i njohur në burimet latine si Gentius, u lind në një kohë kur Iliria po përrientonte tronditje të mëdha politike. Babai i tij ishte Pleurati, një princi i fuqishëm që mbi shpatulla mbante mbarën e marrëdhënieve të ndërlikuara me Romën dhe me mbretëritë fqinje. Qysh herët, Genti u rit në obor mbretëror me sfisëve të ndryshme ilire, ku arti i diplomacisë dhe ai i luftës shkonin krah për krah. Thuhet se ai u edukua në politikë, mjeksi dhe ekonomi, me kombinim i rrallë aftësish për një sundimtar të asaj kohë. Nuk ishte vetëm luftëtar, por edhe mendimtar. Në duart e tij, liduria ishte po aq e rëndësishme sa shpata. Kur Genti mori fronin rreth vitit 1801, Iliria ishte në një gjendje të brisht. Pishtet shpesh kishin mosmarrëveshje. Kufijet lëkundeshin dhe presioni nga Roma rritej çdo vit. Në jug, Maqedonia përbënte në fuqi të madhe rajonale, ndërsa Roma, tashmë e konsoliduar pas luftrave punike, drejtonte syt nga brigjet i lirë. Genti trashëgoi një shtet që kishte nevojë për reformë të menjëhershme, dhe ai e filloi me vendosmëri. Nisi të ndërtonte ekonominë, të forconte pushtetin e tij qendror dhe të jepte Ilirisë një strukturë të konsoliduar. Një nga reforma më të rëndësishme të tij ishte ajo monetare. Genti vendosi të prodhonte monedha të reja, të cilat mbanin emrin e tij. Ky ishte një simbol i fortë i sovranitetit dhe i pavarësisë shtetërore. Shumë historianë theksojnë se monedha të Gentit përbën një nga dëshmitë më të qarta të zhvillimit ekonomik të Ilirisë. Ai kontrolloi prodhimin e kryqës, një mall strategjik në kohën antike, dhe e ktheu në monopol shtetëror për të rritur të ardhurat e mbretërisë. Por ajo që e bëri të famshëm ishte dijania e tij në mjeksi. Thuhet se ai përdorte me aftësi bimët shëruese, sidomos atë që sot njihet si Gentiana lutea, një bimë e fuqishme e maleve të Ballkanit që mban emrin e tij. Sipas traditës, Genti e përdorte këtë bimë për të trajtuar të sëmurët dhe shpejt. Ajo u bë sinonim i dijes së tij shëruese. Në të njëjtën kohë, ai ndërtoi ura të forta komunikimi midis fisëve, duke përpjekur të vendoste në një shati të vetme politike, një synim i vështirë në Ballkan e lashtë. Marrëdhëniet e Gentit me Romën ishin të ndërlikuar. Në fillim ai u përpoq të mbante neutralitetin, dhe mos provokonte një konflikt direkt. Megjithatë, Roma nuk e shihte më Ilirinë si një partner, por si një territor strategjik që duhej kontrolluar. Në të njëjtën kohë, mbreti i Maqedonisë, Perseu, kërkonte aleat kundër Romës. Roma e dinte se një aleancë midis Gentit dhe Perseut do të paraqiste një rrezik të madh. Dhe pikërisht kjo ndodhi. Genti vendosi të bashkojë Perseut, duke nënshkruar marrëveshje që përfundimisht do të sillte Ilirinë në konflikt të hapur me Romën. Kur Roma mori vesh për këtë aleancë,
konsideroi veprimin e Gentit si provokim të drejtë për drejtë. Në vitin 1608, Senati romak shpalli luftë. Genti u gjen përballë një armiku të jashtëzakonshëm. Ai mobilizoi trupat e tij, i ripiset aleate, dhe për pak kohë arriti edhe disa fitore të vogla. Ai ndërpreu lidhje tregtare të fiseve që mbështesnin Romën dhe u përpoq të ngrinte peshë popullsinë ilire. Por Roma ishte shumë e fuqishme. Ishte një ushtri të disiplinuar, të pajisur mirë, dhe me një strategji pothuaj perfekte. Komandanti romak Lucius Anicius Gallus marshoi drejt Ilirisë. Genti e gjeti veten të rrethuar nga të gjithë anët. Fiset ilire nuk ishin të gjitha të bashkuar. Disa u dorëzuan, disa u tërhoqën. Të tjerë pritën fundin pa lëvizje. Shkodra, kryeqendra e mbretërisë, u rrethua me shpejtësi. Genti kuptoi se lufta ishte e humbur. Për të shpëtuar popullsinë, për të shmangur shkatrime të mëdha, ai vendosi të dorëzojë. Sipas burimeve antike, dorëzimi i tij ishte i qetë dhe i pashoqëruar nga masakra. Një veprim që tregon karakterin e tij të madh. Ai u mor peng bashkë me familjen dhe u dërgua në Rom. Aty, ai u paraqit në triumfin e famshëm romak. Në ceremoni, komandantët romak ekspozonin para popullit armiqtë e mundur. Genti dhe familja e tij u ekspozuan si trofe lufte. Një përulje publike, por edhe një dëshmi e fundit e madhështisë së tij. Megjithatë, historia merr një kthes të çuditshëm. Romakët nuk e vranë, nuk e torturuan, as nuk e lanë në burg të përjetshëm. Përkundrazi, ai u vendos në qytetin Gubbio i sotëm të Italisë, ku jetoi në mërgim së bashku me familjen. Disa autorë thonë se ai ruajti një farë respekti nga romakët, për mënyrën se si sundoi dhe për inteligjencën që shfaqi. Me rënien e Gentit, Iliria si shteti i pavarur u zhduk përfundimisht. Roma ndau territorin ilire në njësi administrative dhe i vuri nën kontroll të plot. Por megjithse mbretëria ra, populli nuk u zhduk. Ilirët, të shpërndarë në fisë e qytete, vazhduan të jetojnë, të flasin, të ruajnë traditat e tyre. Dhe pikërisht për këtyre do të burojnë shekuj më vonë shqiptarë. Sot, mbreti Gent mbetet një figurë madhështore historike. Ai është paraqitur në bankë tonë shqiptare me 20.000 lekë, si simboli një epoke të lavdishme dhe të dhimbshme njëkohësisht. Ai përfaqëson jo vetëm mbretin e fundit të Ilirisë, por edhe qendresën e një populli që nuk u përul kur para sfidave. Ai ishte mbreti që luftoi deri në çastin e fundit, që e donte vendin e tij aq shumë, sa preferoi mërgimin, por jo dorëzimin e popullit në flak. Historia e Gentit është histori e guximit, e dijes, e diplomacisë dhe e rezistencës. Ai nuk la pas një mbretëri të ndritur në kohën e tij, por la një trashëgimi që vazhdon të jetojë në kulturë, kujtesën dhe simbolikun e kombit shqiptar. Në çdo rrëfim për lartësinë tonë, emri i Gentit lartësohet si shembull i një udhëheqësi të Zotit, një figurë me vizion, një personazh që meriton të kujtohet e të nderohet. Historia e Gentit nuk është thjesht një kapitull i javësh, por një kujtesë se kombet krijohen nga burra dhe gra që në momentet e tyre më të errta zgjedhin të luftojnë për drita. Dhe mbreti Gent ishte një nga ata njerëz që ia dha lirisë dritën e fundit, përpara se perandoria romake ta mbulonte me hijen e saj.